Procesi I premtimit të fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 ka nisur dhe do të përfundojë deri në 10 prill për të gjithë qytetarët shqiptar brenda vendit. Për votuesit nga jashtë, fletët e votimit do dërgohen dhe do duhet të kthehen deri në datën 8 prill, duke I dhënë emigrantëve 3-4 ditë kohë për të plotësuar fletët dhe të dërguar ato në KQZ. Kreu I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, bëri të ditur se procesi I dërgimit të fletëve të votimit për diasporën do të nisë në ditët në vijim dhe çdo gjë do të realizohet brenda fateve të përcaktuara. Ka filluar procesi I printimit të fletëve të votimit për votimin jashtë vendit dhe besojmë që nga komunikimi që kemi me kompaninë e cila është duke prodhuar këto fletë votimi, kompani slovene, po prodhuar në Sloveni fletët e votimit si për votimin brenda vendit, ashtu dhe për votimin jashtë vendit, por kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besojmë që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër I cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill në afatin më maksimal. Ai gjithashtu sqaroi se emrat e kandidatëve që janë dorëhequr pas miratimit të listave përfundimtare do të vazhdojnë të shfaqen në fletët e votimit pasi ato janë miratuar dhe nuk mund të ndryshohen në këtë fazë. Në lidhje me përgatitjen për zgjedhjet brenda vendit, Celibashi tha se ka nisur rekrutimi I qytetarëve që do të angazhohen për menaxhimin e pajisjeve të identifikimit elektronik të sistemeve të votimit. Kjo është një hap I rëndësishëm për të garantuar një proces të sigurt dhe të saktë të votimit duke minimizuar mundësinë e manipulimeve dhe duke siguruar që çdo qytetar të mund të votojë pa pengesa. Për më tepër, ai u shpreh se janë duke u finalizuar detajet për mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe se KQZ po punon me institucione të tjera për të siguruar që procesi zgjedhor do të zhvillohet pa probleme.